Dalim flasim për zhvillimet në Beograd, ku duket se protestat po vazhdojnë dhe pushteti Aleksandar Vučić po dobësohet gjithnjë e më shumë. Gjatë ditës së dieshme madje ai nuk mori pjesë as në një takim të zhvilluar në Shkup mes liderëve të rajonit dhe komisioneres për zgjerim Marta Kos, por ditën e dieshme pati dhe një reagim disi të paprecedent nga ana e Brukselit, e cila përgënjeshtroi një deklaratë Aleksandar Vučić për një takim të gjatë dhe të shtruar me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjorge Miketić, ish deputet në Serbi, është me mua në këtë lidhje të drejt për të diskutuar rreth asaj çfarë po ndodh atje. Zoti Miketić, faleminderit shumë që je sot me ne. Hello, very warm welcome to you and your viewers in Albania. Faleminderit dhe përshëndetje edhe juve dhe shikuesve tuaj në Shqipëri. Çfarë po ndodh me protestat në Serbi, ku duket se tashmë ka një reagim më të ashpër nga ana e pushtetit Aleksandar Vučić ndaj protestuesve? Kemi hyrë në fazën e represionit dhe pas protestës së qershorit, po shohim protesta të reja, të cilat janë përhapur kudo, në rreth 7-10 lokalitetet të Serbisë, ndoshta në 8 deri në 10 zona të Beogradit. Njerëzit kanë dalë në rrugë dhe po i bllokojnë ato. Ne shohim përshkallëzimin e represionit, por edhe reagimin e studentëve dhe qytetarëve që kanë mbushur rrugët duke i bllokuar ato dhe hekur rrudhat, dhe ndaj tani po shohim një protestë të përhapur në të gjithë Serbinë. Është një protestë shumë spontane dhe le të themi se njerëzit tani janë të lodhur nga ky represion dhe nuk mund të tërhiqen. Pra, protestat do të vazhdojnë pavarësisht arrestimeve dhe kërcënimeve që po vijnë nga zoti Vučić dhe zyrtarë të tjerë policor në Beograd? Po, protestat do të vazhdojnë dhe gjithnjë më shumë njerëz po u bashkohen atyre. Më lejoni të them se situata nuk është si ajo që patëm pak muaj më parë. Tani kemi protesta me përleshje me policinë dhe policinë para ushtarake, të cilët nuk e dim se cilët janë, pasi veprojnë me maska në fytyrë dhe me numra identifikimi të rem. Pra jemi pranë kaosit, por sërish janë protesta që janë shoqëruar me arrestime dhe ditën e djeshme në Novi Sad, qyteti ku 16 persona mbetën të vrarë si pasojë e korrupsionit të Vučić, një person u përpoq të vet DJ, t'i vinte zjarin vetes. Ai ishte i vetmi që kishte vullnetin për të lëvizur studentët nga njëri lokalitet në tjetrin. Ai pati shumë probleme, automjeti i tij u përplas, gomat e tij u çan, këto njësi parapolicore i dogjën biznesin, ndaj edhe ai u përpoq t'i vinte zjarin vetes. Dhe mund të themi se regjimi i korruptuar shkaktoi vdekjen e 15 njerëzve në Novi Sad. Megjithatë, njerëzit këtu në Serbi kanë vullnetin që të vazhdojnë përpara.
Kë po arreston policia? Po arreston qytetar mbar apo po targeton figura të protestës për të bërë një farë presioni dhe për të friksuar qytetarët dhe protestuesit e tjerë? Pas protestës së 28 qershorit, patëm më shumë se 100 studentë dhe qytetarë të arrestuar. Protestat që kanë nisur që prej nëntorit të kaluar janë udhëhequr nga studentët. Regjimi është përpjekur të fusë frikën në radhët e këtyre protestuesve, por si pasojë e këtyre përpjekjeve ne kemi më shumë njerëz në rrugë dhe policia po vë në shënjestër të rinjt për t'i trembur ata, por kjo nuk po funksionon. Dhe njerëzit në gjithë Serbinë janë të revoltuar dhe gjithnjë më shumë po mbushin rrugët. Zoti Miketić, ju keni publikuar disa foto të disa eksponentëve që kanë marrë pjesë në sulmin e Banjskës që merren me mbrojtjen e Vučić. Të tjerë personalitete në Serbi kanë thënë se disa prej tyre kanë qenë në fakt edhe në mes protestuesve dhe policisë duke nxitur disi dhe një përplasje mes tyre. Nuk i beson Aleksandar Vučić policisë dhe ka zgjedhur këto grupe për sigurinë e tij? Është një strategji për të tensionuar situatën dhe për të krijuar edhe përplasje brenda protestuesve dhe zyrtarëve të tjerë, policisë apo qytetarëve të ndryshëm? Çfarë po ndodh? Çfarë është kjo strategji? Këta njerëz i kemi parë edhe më 15 mars, kur kjo proteste madhe me mbi 400.000 njerëz mbushën rrugët për të protestuar. I pam edhe atëherë këta njerëz ata janë njerëz tek të cilët Vučić beson dhe të cilët janë gati të luftojnë për Vučić. Ata janë huligan që njihen si kriminal në Serbi dhe që janë jashtë burgjeve. Kemi një lloj kampi të krijuar pranë presidencës dhe që rrethon godinat kryesore të administratës dhe në protestën e 28 qershorit unë isha i pranishëm dhe në rrugë dhe i pash këta njerëz që kanë qenë të pranishëm edhe në Banjsk. Edhe Interpoli po i kërkon këta njerëz dhe kjo është shenjë se Vučić po përdor këdo që ka vullnetin të luftoj për të. Pra këta janë njerëz që kryen sulmin terrorist në Banjsk. Është një mesazh edhe për protestuesit, por edhe komunitetin ndërkombëtar që thotë si ka mundësi që njerëz që kanë kryer të tilla akte që janë të paditur nëpër gjykata mund të mbrojnë godinën kryesore të administratës serbe, e cila duhet të përfaqësojë njerëzit. Ky është një problem i madh që e kemi. Njerëzit i kërkojnë policisë t'i arrestojë këta njerëz dhe që të dalë në anën e njerëzve. Por ajo që po shohim prapas skenave është një lloj trazire në departamentin e policisë ku shumë funksionar të policisë
po ndikohen qoftë nga ministri Ivica Dačić, por edhe strukturat të tjera që kontrollohen nga njerëz të caktuar e që janë përgjegjës për rëmbimin e studentëve në ditët e fundit. Mund të kemi 10 situata, të paktën 10, ku njerëzit janë marrë me forcë nga rruga dhe nuk dihet ende se ku janë. Pra, kjo është diçka shqetësuese, por nga ana tjetër është shenjë se këtu në Serbi kemi situatën ku vetëm kriminalët po e mbrojnë Vučić. Ai është rrethuar nga kriminalët më të mëdhenj në Serbi dhe po përpiqet të mbajë pushtetin përmes tyre. Por mendoj se ai ka ditët e numëruara. Kemi dëgjuar kohë pas kohe zotin Vučić që thot se protestat në Serbi, të cilat ai preferon t'i quajë si revolucioni me ngjyra, po financohen dhe mbështeten nga Perëndimi. Nga ana tjetër, i njëjti Vučić mundohet të shfrytëzojë çdo summit apo çdo takim me lider perëndimor për t'i treguar qytetarëve serb të cilët po protestojnë se ai ka marrëdhënie shumë të mira, qoftë me presidenten von der Leyen, qoftë me presidentin Macron, me kryeministren italiane, kancelarin gjerman e të tjerë. Kush është Perëndimi që financon protestat në këtë rast? I would say that he still believes he is a great illusionist. Unë mund të them se ai është një iluzionist i madh, por askush nuk ja beson më. Ai pati një fiasko në arenën ndërkombëtare në Florida të Shteteve të Bashkuara, kur u përpoq të shkonte i paftuar në një takim të Partisë Republikane për të bërë foto me Donald Trump. Pra, e kemi parë këtë situatë sikletshme për të edhe në Spanjë në ditët e fundit, kur foli për një takim me von der Leyen, ndërkohë që nuk e kishte zhvilluar atë takim. Pra, është një përpjekje e tij, një përpjekje iluzioniste për të bindur qytetarët serb, por vetë von der Leyen tha se nuk kishte qenë një takim 2 orësh. Ajo që po shohim është se Vučić jo vetëm ka humbur mbështetjen e qytetarëve në Serbi, por edhe atë të Bashkimit Evropian, të shteteve dhe ndoshta faktorëve të tjerë, gjë që do të shohim në ditët në vijim, por kjo është shumë shqetësuese për të. Por ai është munduar të shfrytëzojë një deklaratë nga ana e Kremlinit si justifikim për protestat, por edhe si mbështetje ndaj tij. Ndikon kjo tek qytetarët që po protestojnë? Yeah, he's always using this. I don't know if you Po, remember he went to nëse ju kujtohet, ai ishte në Moskë në 9 maj për paradën ushtarake, por edhe aty nuk u mirëprit. Pra kjo vizitë ishte për përdorim të brendshëm. Vetëm pak ditë më parë, studentët protestues u kthyen në terrorist nga fjalët e tij, por bëhet fjalë për terrorist që kërkojnë zgjedhje të parakohshme. Ndaj ai po përdor narrativën ruse për qytetarët serb që
e mbështesin atë. Të mos harojmë se Rusia këtu ka lidhje të ngushta edhe me Kishën dhe gjithë sistemin. Kompania serbe e naftës është në duart e Gazpromit rus, pra ka interese shumë të mëdha, por edhe parat për të influencuar propagandën ruse në Serbi janë të mëdha. Pra këto në tërësi janë truke të vjetra me gjuhën e Moskës, por ne kemi disa këndvështrime të ndryshme dhe mendojmë se ai nuk ka më legjitimitet në Serbi. Duke parë edhe informacionet që vinë nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara. Dhe një pyetje të fundit, duke parë intensitetin e protestave dhe mënyrën se si po zhvillohen ato në këtë fazë, sa mendoni se mund të rezistoj zoti Vučić, apo mund t'ja hedhë edhe kësaj here, siç ka bërë duke provokuar zgjedhje të parakoshme, por pa plotësuar ato standarde që janë kërkuar nga opozita për zgjedhje të lira dhe të ndershme? Të gjithë do donin të dinin këtë, nga eksperjenca personale, mund të them se 4 ose 5 vjet më parë, patëm protesta masive kundër kompanisë Rio Tinto dhe qeverisë tonë që e lejoi atë të merrte në menaxhim pjesët më të bukura, zonat më të bukura të Serbisë për t'i kthyer në miniera. Edhe këto protesta filluan si diçka e izoluar, por në pak javë u kthyen në 60 qytete të Serbisë. Dhe në fund rezultoi u mbyll me tërheqjen e qeverisë nga lejimi i kësaj kompanie që të vepronte në Serbi. Ajo që po shohim sot është metodologji e njëjtë, me njerëzit që kanë dalë në rrugë në mënyrë spontane, duke bllokuar rrugët, pra çdo gjë po shëmbet, po shkërmoqet, shteti po shkërmoqet, institucionet, dhe shpresojmë edhe kompanitë që nuk investojnë më. Pra është çështje kohe dhe me këtë presion, këtë lloj presioni, që shpreson të mos shoqërohet me akte dhune, ne ta paralizojmë sistemin dhe ta detyrojmë presidentin të na ofrojë zgjedhjet. Ato nuk do të jenë të lira si në vendet perëndimore, por me mbështetjen që ka aktualisht, Vučić do ta ketë të pamundur të fitojë. A keni frikë se do të arrestoheni, sepse ka një deklaratë fundit të Vučić që thotë të gjithë do të arrestohen, të gjithë? Im këtë. Nëse ne dështojmë, të gjithë do të arrestohemi dhe ndoshta do të apësojmë më keq. Për shumë njerëz, kjo nuk është frikë, por forcon instiktin për të vazhduar më tej, instiktin për mbijetesë dhe për një jetë më të mirë për fëmijët tanë, për studentët. Është diçka që Vučić nuk e kupton. Nuk kupton se ky vend ka nevojë të bëhet demokratik dhe dinjitoz, dhe kjo ndjesi e qytetarëve është shumë e madhe se ajo që ndjen Vučić si një politikan i korruptuar që është. Ne shpresojmë nuk do të kthehemi si Bielorusia,
state and the region to become members of European Union. Por presim që të bëhemi një vend evropian sa më shpejt e jetë mundur. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Ditë të mbarë. Always a pleasure. Thank you. Kënaqësia ime, faleminderit.